Dhe ja ku jemi dashur me gjithmonë, fëmijët të vegjël na sjellin shumë dashni, po edhe shumë pozitivitet, sidomos këtë ndjesinë e krenarisë që na japin me këtë sukseset e tyne. Mirënjohje të ndryshme, çmime të ndryshme që na sjellin për talentet që ata zhvillojnë dhe i kanë. Normalisht secili prej tyne ka rolin specifik dhe janë unik në mënyrën e vet, por unë i du të gjithë shumë dhe jam shumë e lumtur që çdo javë më shumë poshtohet numri i fëmijëve që dëshirojnë me qenë pjesë e kësaj interviste të magjikëve të vegjël. Sot e kam të ftuar Buna Jasiqin, një balerinë të vogël. Mirë se erdhe Buna. Mirë se ju gjeta. Shumë faleminderit. Një vajzë shumë e bukur, shumë simpatike dhe një balerinë shumë e suksesshme. Faleminderit shumë. Buna i ka vetëm 11 vjet, apo? Na po shkon shkollë Buna? Po. Cilën klasë? Në gjashtën. Në gjashtën. Në cilën shkollë je? British School of Kosova. Okej. Qysh po shkon shkolla? Mirë, shumë mirë. Tash kallzom drejt, si tregoj mamit. Apo shumë vedon shkollën, ama shumë vedon baletin? Ma shumë baletin. Baletin vedon? Inshallah mësuesit s'po na dëgjojnë Buna. Okej, baletin prej cilës moshe ndjek? Prej 4 vjeçore. Prej 4 vjet. Do me thonë edhe shikues kanë mundësi me i pa disa video dhe fotografi tua si balerinë ndër vite në mosha të ndryshme, por ke nisi 4 vjeçare. Edhe prej atëherë, do me thonë, me siguri mamit ka dërgue, atë ka pëlqy prej atëherë, a u konë mami njëherë që të ka thonë hajde e provojna? Mami njëherë që më ka thonë hajde e provojna, e tani ka pëlqy. Kur ka fillu kështu taman me të pëlqy me thonë unë po du mu bo balerinë? 5-6 vjetit. 5-6 vjet. Çka të pëlqen të baleti më shumë? Ma shumë pëlqen vallëzimet artistike, popullore, A i dënë më shumë këto popullore a këto moderne? Ma shumë moderne. Moderne. Janë goxha lëvizjet vështira, a i ke mësu, a është vështirë? Për mu sështë. Për ty sështë? Se jem mësu, për nështë për këta tjerët, kur ja fillojnë, është pak nësër. Okej. A është lodhje kështu si aktivitet? A lodhje për muskujt, për ty, a të vynë energji për me shku në balet? Po, energjina vynë. Edhe muskujt formohen të kont, edhe pak të durt. Edhe pak të durt. Por kjo të ndihmon edhe në rritjen tënde. Okej, sa herë njavë shkon balet? Njaftë. 2 herë njavtë. E ki pas shkollës? Po, pas shkollës. Tash unë e di që ju fëmijët, edhe kur e dani shkollën, edhe krejt, po prap lodheni pak shkollë. A baleti pas shkollës a është lodhje, a ç'lodhje? Pak e lodhë. Po nështë ati ç'lodhesh tani? Okej, unë këto i kam disa prej mirënjohjeve. Ti ke marrë pjesë edhe në për gara, apo? Ke marrë pjesë me grupin e baletit tënd, apo edhe individual? Me grupin e baletit. Me grupin e baletit tënd. Si e ka emrin grupi baletit? Passion Dance. Passion Dance. A më spjegon pak të lutem, hajtë kja fillojnë prej kësajna. Ku e ke marrë këtë certifikat? Në Lisht, Fejstar Zëvallet, në Fejs 2025. Okej. Këtu kena performu një balet artistike, edhe kena fitu këtë kupën atë. Këtë? Po. Edhe këtë? A jo? Jo. Jo, kjo është tjetër gara, po? Ta është këtë kupën këtë, e kena fitu me medalje edhe me certifikat. Po. Këtu e kena marrë vendin e dytë. Po. Edhe këtu e kena pjesëmarrje, e kena pas në Gjiljan të Dance Show Festival. Aha. Dhe këto të gjitha i keni marrë si grup? Po. Tregom, a ki edhe pik ku bën balet individual, pa grup, a enda s'kia si pik? Ka njëherë. Ma roll? Ma roll. A të pëlqen ma shumë me grup, a individual? Ma shumë me grup, se bashkëpunojna bashkë. Sa vit a jeni për shembull në grup, kër e bëni një pik, për shembull çdo 2 pika që keni marrë pjesë nga? 25 veta, maksimumi. A është i letë bashkëpunimi, qa ka me bo shoqja, qa ki me bo ti? Po është i letë se mësusja jo nga caktën vendet edhe mësohëm. A të vynë shumë kohë për me mësu një pikë të baletit? Po. A e ushtron edhe të shtëpia? Shpesh. Shpesh. Dhe me thonë ti e i fëmija në shtëpi që i largon këtë mobiljet familjes tënde për me pas mundësi me vallëzu. Po. Po ti e tha që më pëlqen ma shumë modernja, por të pëlqen edhe tradicionale. Me cilat muzika ose këngë ke vallëzu me tradicionalet? Me tradicionale kena vallëzu me ato moj Hatixhe, që është, edhe si tradicionale. Ki pjatë, do me thonë. Pjatë. A ke marrë pjesë, ose a ke me marrë pjesë tash dikun tjetër me najgarë, së fundi? Besoj që po, në Shqipni. Në Shqipni keni me shku. Apo të pëlqenë këto udhëtimet me grupin kur po shkoni? Po, se ka njëherë edhe bujna, edhe flejna, edhe këshurën filma, rrina natën bashkë, edhe është
knaqësi. Apo të vjen mami prej mrapa me të përcjell? Jo. Jo. Shpesh. Jo, sepse i keni mësueset edhe me siguri ato kujdesen për krejt çka keni ju nevojë. Po. Nëse kur shkoni në Shqipëri ka me qenë garë apo keni me marrë pjesë me mysafir dikon? Garë. Edhe aty pritet me marrë ndonjë çmim. Po. Po. A e ke menu për shembull në të ardhmen kur të rritesh e madhe? A e ke edhe një profesion tjetër që don me u bë apo vesh balerin? Edhe arkitekte kam qef më bu, po një herë veç balerin. Të pëlqen arkitektura, domethënë. Për me u bë arkitekte, matematikën duhesh me ditë goxha mirë. A je mirë në matematikë? Unë s'kam qenë e mirë. Dhe alo vazhdoj me s'me qenë e mirë matematikë. Ka qenë lënda vetme që kom pas goxha vështirësi. Po ty, po të shkon apo? Pak nashta e kam vështirë veç mësona. Shumë e lehtë, është ka kurse, mundesh me shku. Po edhe vizatimi, a të shkon? Jo. Jo, as vizatimi shkon. A me muzika e marrë diçka jo? Po. Se disa fotografi që mi ka dërgu mami, kom pa dhe disa me muzikë, diçka me mikrofon. Po, veç së më ka pëlqy shumë. A nuk të ka pëlqy muzika? Ma shumë ka pëlqy baleti. Ma shumë baleti. Okay. E ke provu do me thonë me këndu, po se ke gjetë vetën. Se kom gjetë vetën, jo. Qysh e dite që s'po të pëlqen, nuk t'jep këkna? Nuk n'isha mirë. E din, n'isha mirë. Shumë mirë që e ke ditë ka që vogël edhe e din çka dan, çka e bën më një mirë. Bravo Buna, kjo është një super besim i lartë, të cilin ti e ke gjetë te vetja jote, okej, Buna, kjo nuk të shkon, kjo të shkon. A të shkon zoni me këndu ajo? Pak, po... Po se kin qef? Po. Okej, tash tregom ti mu në të ardhmen kur të bëhesh arkitekte. Po. Me nënkuptuan që e lën baletin ti, a i mon dyat? Dyat. A e kina e balerin, kështu të njoft në botë ose në Kosovë, që da mu bo si qajo? Jo. A veç si vetja jote? Si vetja. Unë kam qef mu bo ma e mira. Ti e veç je shumë e mirë dhe në talë në ki mu bo ma e mira. Se çfarë fëmije me ëndrat në taja, po edhe shumë këmgull, se unë ta kam qef mu bo ma e mira. Bravo Buna. Kjo është një super deklarat që se cili fëmi duhet me bo. Qka ju kështë thonë ti shoqeve dhe shokve të moshës tane për ëndrat e tëne që i kanë? Me pas vetë besim. Po. Edhe kur mos me lëshu pasionin që e ki. Bravo, ti nuk je dorëzu asnjëherë. Jo. A ka pas në moment kur për shembull se unë e di që baleti është edhe goxha i vështirë, se thashë të ma herët mundesh me urzu ose me u lëndu. A ka pas në moment kur ka thonë jo pela se shumë zor? Nashta jenë konë të patika, jenë ato, ajde në mundesh me hyp nalt me kumjen me dro, ajde një herë kun pas shumë zor. Po. S'më isha me hyp, për tani tu shtru, tasht jem shumë. Se ki ma qatë problem? Jo. Edhe s'do me hek ma dorë prej baletit? Jo. Okej, unë e di që këtë shoqet edhe shokët e to që të shohin në intervjist janë krenar me ty, njajtë si prende to, po të regëm kur i merë këto qmimet, këto medaljet, certifikatat, kur shkën në shkollë, qka të thojnë shoqënia? Më thojnë, për shambull shoqet, më japin shumë vetë besim, më thojnë sa të bukra, sa të mira, shumë mirë ke valzu. Bravo. Edhe djem s'ka pak veç jo shumë. Ma shumë shoqet? Po, ma shumë shoqet. Okej, ama duhet edhe djenë me dhe komplimentet, ti thujo, duni me ka krenar me shoqen, e mësuset qka të thojnë? Edhe mësuset janë shumë krenare me mu, kanë qef me po, najdin mirë, kanë qef me po me këto qmime, me sukses. Normalisht. Bun, të regëm përshkru ma pak emocionin që e ki kur del në skenë, për shamë në gara, se qysh njëhesh, qka përjeton? Mas shumë ti kur dalës, njëna pak me stres, se me bu me gabu najse, njëna pak me stres, edhe ma shumë me gëzim. Me gëzim. Edhe me siguri ajo lumëturia dhe ishlërimi është fond kur përfundon pika dhe ka shku gjithë shka me sukses. Po. Okej, sa ka rëndësi prezenca e familjarëve kur të vinë me të këshyrë në këtë gara? Kom qef momi, Momi? Po edhe bobit ma shumë momi. Ma shumë momi, qef kështu energji ma shumë, Kur esha tu ma bu me dora atë, veç ti që të vjen ajo forca e madhe. Kështu që e lusi mamin, si që është edhe sot këtu me ty, me qenë pjesë e çdo gare, e çdo prezentimi të Bunës, sepse Buna e ka sinjal të fortë të energjisë dhe forcës mamin. A ki motra ose vlezër? Një vlo e kam. Është ma i vogël sone. Është ma i vogël. A mundohet me t'imitu në shtëpi kur... Po. A ke tentu m'ja mësu në i pik në i sen?
Jo. Sepse ka dhe djemë që ndjekin baletin. Nashta ka një herë volle që këtëcej, që këtën mropan meje që mundën me sione. Me mësu diçka, po. Po, kështu mi mësu në esen s'ka qef. S'ka qef. Po nejse, ti të pakten mos me u bo nervoz kur a i të përzijet, sepse është i vogël edhe ka qef me bo që ka po banë motra. Buna, unë të falenderoj shumë, e di që nuk e kemi kohën në emision me bo ndo një pik, edhe plus ti më tha që vesh me grupe ki ma let, po për shambull, nëse e këshim dash me bo ndo një prej aty në rutullimeve ose diçka, a këshe mujt me bo për neve? Kisha pas qef. A këshe pas qef? Okej, Anina, pe bojmë një shkputje një sekund shkurt, edhe po ta lirojmë vendin që ta bësh njanin prej këtyre që ju thujnë akrobacione, qa ju thujnë? Salta. Salta, okej, salta, njërën prej saltave. Këthejemi pas pak. Bravo, Pajat për qafaj. Bravo, bravo, bravo. Se të bunës ja heko mikrofonin për shkak të rrotullimeve. Unë gëzafsh, u bëfsh një super balerin. Unë të pres prap me orë në emision të one, edhe me qenë pjesë e emisionit, kur të kish gara edhe sukseset tjera. Kështu që je një super vajzë e mbarë, edhe po më pëlqen shumë ajo këmbgulësia jote për me arrit ëndrave tua. Pas bunës po shkojmë bashkë te nutricionistja dhe dietologja jonë Albulina Shabani Lazi.